Valdrin Sahiti i del në krah fjollës, një qëndrim i fortë kundër akuzave dhe dhunës në shtëpinë e Big Brother Kosova, një nga momentet më të forta dhe më domethënëse erdhi kur Valdrin Sahiti vendosi t'i dal hapur në krah fjollës, duke marrë një qëndrim të prerë dhe njerëzor përballë akuzave dhe fjalëve që po qarkullonin rreth saj. Në një ambient ku debatet shpesh dalin jashtë kontrollit dhe fjalët peshojnë shumë, ndërhyrja e Valdrinit u pa si një akt guximi dhe përgjegjësie. Valdrini u shpreh qartë dhe pa ekuivoke, duke theksuar se disa kufi nuk duhet të kapërcehen kurrë. Pavarësisht lojës apo tensioneve në shtëpi, nuk mundet një mashkull me dhunu një nën të dy çikave. U shpreh ai me ton serioz dhe të vendosur. Kjo deklaratë solli heshtje në ambient. Banorët e tjerë u ndalën dhe dëgjuan me vëmendje, sepse fjalët e Valdrinit nuk ishin thjesht një mbrojtje për fjollën, por një mesazh i fortë kundër çdo forme dhune, gjykimi apo fyerjeje. Ai theksoi se fjolla, përpara se të jetë banore e Big Brotherit, është nën, grua dhe njeri, dhe se askush nuk ka të drejtë ta sulmojë apo ta ulë dinjitetin e saj. Valdrini foli edhe për përgjegjësinë që kanë burrat në mënyrën se si flasin dhe sillen, sidomos ndaj grave. Ai e bëri të qartë se loja nuk justifikon fjalë të rënda apo akuza që prekin nderin, familjen dhe identitetin e dikujt. Për të, respekti është vijë e kuqe dhe nuk negociohet as në kushte presioni apo provokimi. Fjolla u pa e prekur nga ky qëndrim. Edhe pse nuk foli shumë në atë moment, qëndrimi i Valdrinit i dha asaj mbështetje morale dhe forcë, duke treguar se nuk është vetëm përballë sulmeve dhe keqinterpretimeve. Ky solidaritet u pa nga shumë banorë si një nga momentet më njerëzore dhe më të sinqerta të këtij edicioni. Publiku reagoi fuqishëm ndaj kësaj skene. Shumë e vlerësuan Valdrinin për guximin për të folur hapur dhe për të vendosur kufi të qartë mes lojës dhe respektit njerëzor. Deklarata e tij u pa si një mesazh i rëndësishëm shoqëror që shkon